Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni të keni kocka të forta dhe të mos të vuani nga reumatizma, i gjithë sekreti është tek kjo pije. Nëse ndjeni dhimbje të vazhdueshme në pjesën e gjunjëve, muskujve të tyre dhe ligamenteve, duhet që të veproni menjëherë për të mos lejuar që dhimbja të përhapet më tej dhe të shtohet dhe të bëhet të padurueshme. Kjo këshill shkon sidomos për mosha të mëdha. Rigjenerimi i nyjeve bëhet me trajtime të ndryshme, të tilla si fizioterapi apo aktivitete fizike. Megjithatë, lidhet shumë edhe me mënyrën se si ne ushqehemi. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë një pije e cila i bashkon të gjitha vlerat e mjaltit, arrave dhe tërshërës dhe ka një rol të fuqishëm në forcimin e ligamenteve dhe rigjenerimin e ligamenteve të gjunjëve. Ju duhet një filxhan tërshër, një filxhan lëng portokalli, 2 gota me ananas të grirë, një lugë çaj mjalt, një lugë çaj kanellë, një gotë ujë dhe një dorë arra të grira. Përpara se të përzdini të gjithë përbërësit, duhet që tërshërën ta lini në ujë për disa çaste. Kur të jetë e butë, vendosni përbërësit e tjerë në një blender dhe në fund i shtoni mjaltin. Është mirë që të pini çdo mëngjes me stomakun bosh dhe në mbrëmje përpara se ju të flini. Për të patur rezultate më të mira, pijeni për disa kohë ilaçin dhe më pas do të shihni me të vërtetë rigjenerimin dhe forcimin e gjunjëve. Nuk do të ankoheni më nga dhimbjet apo pamundësia për të ecur. Si të përdorni lëngun e hithërës për problemet e kockave dhe kyçeve? Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në vuajtje dhe në dhimbje. Këto dhimbje mund të trajtohen me disa kura natyrale mjekësore dhe një prej më të mirave është ajo e hithërës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i hithërës së freskët ose të thatë. Lëngu i hithërës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes, e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithërës së freskët. Për këtë lëng, juve do t'ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni ato me ujë të bollshëm. Më pas, hidhini në tenxhere dhe lëreni që të marrë një val. Uleni zjarrin dhe lëreni që të zjejnë për pak kohë. Menjëherë më pas, kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Zgjeni për 10 minuta. Pasi të kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithërës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm. Për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet, të cilat gjenden tek lëngu i hithërës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pijeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet e ndryshme të hudrës janë po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ju ta pini lëngun e hithërës
në baza të rregullta ditore për të përfituar sa më shumë prej tij. Atëherë, nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense na ndihmojnë në lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve gjithashtu mundet që të sjellë edhe vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në saj të inflamacionit ju duhet që të veproni sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sillin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç natyral shumë të rëndësishëm, i cili është në gjendje që të qetësojë dhimbje në gjuhë për disa minuta. Por jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mund të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe njëkohësisht artriti. Hidhni një styk kësaj recete, mbajini shënim dhe do befasoheni nga rezultati. Përbërësit janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rrijeni të verdhën e vezës dhe përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha 4 herë në ditë. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë të shumta. Si një lehtësues natyral i dhimbjes, speci djegës arrin që të mbrojë zemrën dhe të ndihmojë sistemin imunitar, madje në lashtësi përdorej për të trajtuar probleme të ndryshme. Speci djegës përmban kapsaicin, një substancë e cila arrin që të ngadalsojë dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët e lëkurës në trurin tuaj. Këtë substancë mund ta keni hasur edhe në pomada të cilat përgatiten për trajtimet e osteoporozës dhe artriti reumatizmal. Gjithashtu, speci djegës stimulon qarkullimin e gjakut, gjë që ndihmon në funksionimin e muskujve dhe nyjeve. Vlerat e vajit të ullirit. Studimet tregojnë se vaji i ullirit përmban oleokatin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore pasi lufton 2 enzima të cilat shkaktojnë inflamacion kronik. Njëra nga mënyrat e përgatitjes është fare e lehtë. Në një kavanos qelçi vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe e mbulojmë me vaj ulliri. Kavanozin më pas e mbyllim me kapak dhe e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm aty për 2 javë. Më pas, mjafton që ju ta aplikoni atë në zonat të cilat ju japin shqetësim. Nëse nuk doni që të prisni 2 javë për ta përgatitur këtë kur, mjafton të ndiqni këto hapa. Ajo që do t'ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit e hedhim në një tasë dhe e ngrohim në banjo mari. Pra, e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas, shtojmë gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit e hedhim në një tasë dhe e ngrohim në banjo mari. Pra, e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas, shtojmë specin djegës pluhur dhe e trazojmë në mënyrë që përbërësit të formojnë një masë homogjene. Këtë masë aplikojni në nyja apo në muskuj që ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë në të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përtitet nga lëkura. Gjithashtu, pasi ta keni aplikuar këtë pomadë, mos e shpëlani zonën me ujë të ngrohtë pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.